Bota ka kthyer syt nga një konflikt i ri mes Izraelit dhe Iranit. Irani nisi një valë të re raketash drejt Izraelit mëngjesin e sotëm, duke i dhënë fund një nate sulmesh midis dy palëve që shkaktuan shpërthime të shumta dhe shkatërrime në Tel Aviv dhe Teheran. 3 persona janë vrarë në Izrael dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga sulmet iraniane. Irani raportoi të paktën 78 persona të vrarë në sulmet izraelite dhe 320 të plagosur, kryesisht civil. Ministri i mbrojtjes i Izraelit tha se Irani kishte kaluar vijat e kuqe, duke qelluar qendrat e popullsisë civile. Nga ana tjetër, Irani u zotua për një përgjigje shkatërruese ndaj sulmit izraelit dhe tha se do t'i intensifikojë sulmet e tij. Sulmet vijojnë ndërsa reagime të shumta ka pasur edhe nga liderët botëror. Izraeli ka këmbgulur për një opsion ushtarak për të ndaluar programin bërthamor të Iranit. Nga ana tjetër, Irani këmbgul vazhdimisht se nuk po ndërton një bombë dhe se programi i tij bërthamor është për qëllime energjetike. Donald Trump ka fajsuar Iranin për refuzimin e propozimeve të SBA-s për pasurimin e uraniumit dhe paralajmëron për sulme më brutale që do të vinë.